Ëndra fillon me një mësues, i cili beson tek ju, i cili ju shtyn dhe ju shpije në një tjetër plato. Nganjëherë ju ngacmon me një shkop të mprehtë të quajtur e vërteta. Si do t'ishte shoqëria pa mësuesit të cilët shpenzojnë kaq shumë energji për të ndihmuar fëmijët të zhvillohen edhe të mësojnë njohuri që do të shërbejnë atyre në jetë. Nëse ekziston tjetër kush përveç prindërve që luan një rol themelor në zhvillimin dhe të ardhmen e shoqërisë, ata janë mësuesit tanë. Mësimdhënia është profesioni më i dobishëm për shoqërinë dhe ka ndikimin më të madh në lumturinë e përbashkët. Një mësues merr dorën, hap mendjen dhe prek zemrën. Një mësues i mirë është ai që ofron një model më të mirë të brezit të ardhshëm të kombit të tij. I tillë ishte Petrit Sulejmani, mësues i dalluar në qytetin dhe fshatrat e Memaliajt, për të cilin dita e mësuesve, 7 marsi i vitit të shkuar, u bë edhe dita e fundit e jetës së tij. Mëngjesin e së nesërmes u largua nga kjo jetë. Për një mësues, kur nuk mund të thuhet se ku përfundon influenca e tij. Ai prek përjetësinë, sepse lavdia e një mësuesi janë brezat e nxënësve në të cilët pasqyrohet dhe mbijeton. Petriti u nda përpara kohe nga jeta të cilën e donte shumë, ashtu siç donte edhe njerëzit, të drejtën dhe të vërtetën. Ky nderim dhe respekt që i bëhet nga Këshilli i Bashkisë së Memaliajt e sjell sot përsëri pranë njerëzve të vendit të tij. E meritonte këtë titull nderi Petriti, ndaj dhe ne shokët e tij u bëm iniciator të propozimit në Këshillin e Bashkisë për t'ja dhënë të titullin minjojeje Petritit, këtij qytetarit të devotshëm të Memaliajt. Falenderojmë Këshillin e Bashkisë me kryetaren e saj, por në mënyrë të veçantë kryetaren e Bashkisë për marrjen parasysh të kërkesës tonë dhe njohjen e këtij titulli që sot ne bëjmë ceremoninë për Petrit Sulejmanin, qytetarin e nderit të Memaliajt. Ju, fëmijët e Petritit, Elton dhe Bruna, tani keni familje tuaja. Në Memaliaj mund të mos u njohin shumë, por me plot gojën, kush u pyet, ju do të thoni. Jemi fëmijët e Petrit Sulejmanit. I tillë ishte Petriti, i tillë ka për të mbetur në mirënjohjen e qytetit të Memaliajt, të qytetarëve të këtij qyteti minatorës. Petrit Sulejmani lindi në fshatin Arrës e Madhe në vitin 1953. Fati e deshi të mbetej jetim në moshë të mitur, pas divorcit të prindërve të tij biologjik, të cilët rikrijuan familje të tjera. Petriti fillimisht u rrit në fshat, nën kujdesin e gjyshit dhe të gjyshes, dhe më pas gjeti dashurinë familjare te daja i tij Meto Velaj dhe nën Faria, të cilët u bën prindrit e tij dhe e rritën me përkushtim, e shkolluan, e martuan, u gëzuan për herë të parë si gjyshër dhe rritën djalin dhe vajzën e tij. Në familjen Velaj, ai ishte vëllai i madh, djali i pjekur me të cilin qanin hallet dhe bënin deret. Zëri i dashur për vëllezërit dhe motrën, të cilët e donin, e dëgjonin me respekt dhe nuk ja kthenin kurrë fjalën. Te Petriti gjeje një fëmijë të mbar, të pjekur para kohe, inteligjent, me nota të mira në shkollë, por edhe shumë i shoqërueshëm me të tjerët. Përshëndetje nga unë Qemal Zylaj, shoku i ngushtë i Petritit, e nderuara bashkëshortja e Petritit zonja Liri, të nderuar fëmijët e Petritit, të nderuar bashkëdhetar që merri pjesë në këtë ceremoni nderimi, për të cilën falenderoj në mënyrë të veçantë organizatorët, si dhe kryetarin e bashkisë zotit Gjorle Gusit. Dhe pamundësi për të marrë pjesë në këtë ceremoni nderimi të shokut tim të ngushtë Petrit, ju përshëndes nga Njorku, por me mendje dhe zemër jam pikërisht ke ju në Memaliajin ton të dashur dhe veçarisht me Petritin në arzën ton të madhe. Jam rritur me Petritin, shtëpiti kemi patur ngjitur, na ndante vetëm një mur, me njëri tjetrin kemi shkëmbyer bukun, shpeshherë hanim në shtëpitë e njëri tjetrit, por më e rëndësishme është që neve kemi qenë bashkë, kemi ndarë
gjithë gëzimet, gjithë lojrat tona të bukura të familjes. Kemi qenë bashkë në shkollën fillore në Arsën e Madhe dhe në shkollën 8 vjeçare. E mbaj mend dhe do të qëndroj Petriti gjithmonë kështu për një njeri të mençur, të zgjuar, të urtë, shumë të shkuar me shokët dhe me të gjithë moshatarët e tij në mënyrë të veçantë. Kemi e mbaj mend për kujtimet e bukura që kemi patur në shkollën fillore dhe në shkollën 7 vjeçare dhe në pikniket e bukura që kemi bërë si shkollë. Jam i bindur që kujtimet për Petritin do të jetojnë gjatë jo vetëm ke mua, po të gjithë bashkëmoshatarët e tij dhe në mënyrë të veçantë tek nxënësit, me të cilët ai i edukoi si mësues dhe si drejtor i shkollës. I përjetshëm kujtimi i Petritit. Petriti kreu arsimin 8 vjeçar në qytetin Memaliaj, edhe më pas ndoqi shkollën e mesme pedagogjike në Fier, e cila i dha një formim të plot pedagogjik dhe i shtroi rrugën për të qenë në të ardhmen një mësues model që nuk ka se si të quhet i tillë nëse nuk zotëron aftësitë e mësimdhënies apo metodat eficiente të shpjeguarit. Përshëndetje edhe nga unë, Kozeta Zylo, New York, bashkëshortja e Qemalit. Është vërtet shumë kënaqësi që ne të dy marrim pjesë virtualisht, mbasi nuk ndodhemi dot aty për arsye të largësisë, por Petrit Sulejmani është gjithmonë në mendjen dhe në zemrat tona. Vërtet pandemia solli fatkeqësi shumë të mëdha në familje, tek prindër, vëllezër, motra, tek miqësia që jemi ne të dy këtu, dhe kur e dëgjuam për ikjen e parakohshme të Petritit, ne u mbytëm në lot të dy. Fati e solli që ne ta njihnim shumë mirë, ndoshta Qemali e njifte që nga fëmiria, si shta dhe vetë i ndante vetëm një mur, por edhe ne në pedagogjike jetuam bashk në një konvikt dhe rastësia dashuria jon solli që ne ta njihnim, edhe unë veçanisht ta njeh akoma më mirë Petritin, dhe kur më prezantoi Qemali me të, unë vërtet ndihesha më e sigurt në shoqërinë e dy djemve të mrekullueshëm nga Arza e Madhe si Petrit Sulejmani edhe Bashkim Hazizi. Sepse ishte një shoqëri shumë e pastër, shumë e sinqertë dhe mjerisht në këto gjenerata që po vinë, më duket sikur nuk është ajo shoqëri aq e sinqertë dhe aq e pastër që ishim ne të lidhur së bashku. Duke folur fjalë miradije dhe të mrekullueshme nga Qemali, shoqëria jon vazhdoi ashtu e sinqertë, e pastër dhe ne gëzoheshim për arritjet dhe për notat për njëri tjetrin. Petrit ishte shumë i tallueshëm në mësime. Kush nuk e donte Petrit Sulejmani në pedagogjike? E donin sepse ishte një djalë shumë i respektuar, shumë i edukuar dhe djalë i besës. Dhe për këtë kanë nevojë të gjithë në shoqëri, në kolektiva të ndryshme, në komunitete të ndryshme, dhe ai la shembullin më të mirë, më pozitiv, çka mua dhe Qemalin na bën të ndihemi shumë krenar. Unë sjell këtu kujtime nga më të bukurat, ndoshta koha është e kufizuar, po të jetosh në një konvikt dhe të jesh në një shkollë, siç ishte shkolla pedagogjike, do e mos do të kesh kujtimet nga më të bukurat. Ja për shembull kur vinte Qemali që mezi e prisnin, shkonim në turizëm me ato pare studenti që kishte Qemali, shtoj këtu se ishte në fakultetin e inxhinierisë, dhe hanim në një zup aty dhe kujtonin me mall ato kujtime aq të mrekullueshme që i kishin në Arës në 7 vjeçare edhe më tej. Ikja e Petritit ishte një humbje e madhe, jo vetëm për familjen e tij, për miqësinë, për shoqërinë, por duke qenë një kolege e tij si arsimtare, është një humbje e madhe edhe për arsimin shqiptar, sepse ai dha një kontribut nga më të vyerit, nga më të çmuarit në arsimin pedagogjik shqiptar. Ai vuri një lule të bukur në kurorën e artë të arsimit shqiptar, sepse ishte një brez i mrekullueshëm arsimtarësh që diti të edukonte armatat të tëra dhe pandraj vepra e tij, veprimtaria e tij do të ngelet e përjetshme në kujtimat e brezëve që edukoi, si dhe i përjetshëm në familjen e tij dhe po aq i respektuar dhe dhimbshëm do të jetë edhe për ne të dy, për Qemalin dhe mua.
unë ju përshëndes dhe ju falenderoj të gjithë organizatorëve dhe në veçanti kryetarin e bashkisë, zotin Gjolek Guci, që vlerëson këta njerëz që japin kontribute të çmuara për kombin dhe ne ndihemi të sigurt se kur vijnë vlerat, atëveu patjetër që ecën më përpara. Ju përshëndesim të dy nga New Yorku dhe miru dëgjofshin vetëm për gjëra të bukura. Ju falenderit. Kur mbaroi shkollën e mesme, Petriti filloi punë si mësues në fshatin Shalës. Megjithse shumë i ri, ishte i suksesshëm në punë dhe fitoi dashurinë dhe respektin e banorëve. Më pas vazhdoi studimet në Institutin e Lartë Pedagogjik në Gjirokastër, ku diplomua në vitin 1978 si mësues për histori gjeografi. Petrit Sulejmani, Petrit Vela, si që një qyteti me Malijajt. Një nga shokët e mi më të mirë, më të hershëm. Jemi njohur që në moshën fëminore, në vitet 68-69, kur u fillova gjimnazin në Malijaj dhe Petriti shkollën e mesme pedagogike në Fier. Lidhja me ngushtë e jona u bë gjatë shkollës së lartë dhe pas mbarimit të saj. Mik familje u bëm pasi krijon familja tona. 2 fëmijë Petriti, 2 fëmijë dhe unë. Hyni me delin familjarisht për çdo sebeb që kishim në shtëpitë tona. Edhe fëmijët i kishim të një moshe. Të 2 fëmijët tanë të mitë, po dhe ata të Peços ishin në të njëjtat klasa. Me mësime i kishim shumë mirë. E vlerësonte Peçua profesionin e mësuesit dhe detyrat që i ngarkonte. I devotshëm për zbatimin e tyre. Petriti deri në vitet 90 punoi si mësues në fshatin Luftinj dhe më pas si mësues dhe drejtues në shkollat 8 vjeçare apo në gjimnazin Salini Vica të qytetit Memalijaj. Në të gjitha vitet e ushtrimit të profesionit të arsimtarit, u dallua për profesionalizmin e lartë dhe autoritetin e fituar në sytë e nxënësve në sajt të punës e përkushtimit. Me rolin pozitiv dhe misionin e tij fisnik, përgatiti dhe ndihmoi breza të tërë nxënësish për hapat drejt së ardhmes. Zoti Petrit Sulejmani e kam njohur si qytetar, si mësues i lëndës histori gjeografi në qytetin tonë të Malijaj. Në marrëdhëniet e punës me Petritin jemi njohur dhe kemi punuar në shkollën e mesme Salini Vica në Malijaj në detyrën e zënë drejtorit të kësaj shkolle. Ai ishte një qytetar dhe intelektual i përkryer. Ai ishte një bashkëpunëtor shumë i mirë, si në mua si drejtor, ashtu dhe në stafin pedagogik. Ai ishte një mësues i Zotit ku kishte rishëtuar aftësitë profesionale, pedagogjike dhe psikologjike. Ai kishte një komunikim sistematik me punim për çdo problem që i shqetësonin ata. Duke menduar se ishte një vit të vështirë të 97-s. Petriti respektonte institucionin dhe kolegët, përmes përmbushjes me përpikmëri dhe seriozitet të objektivave të vendosura nga shkolla. Ai ishte indikator frymëzues dhe imponues dhe përcillte te kolegët apo nxënësit ndjenjën e përgjegjshmërisë dhe të respektit të institucionit arsimor, si dhe vlerën dhe rëndësinë e këtij institucioni. Si drejtues shkolle, Peçua ishte kërkues. Jetonte me hallet e shkollës dhe shpesh pasi kthehej mbas vite në kafen e tona, ai sillte shqetësimet e mësuesve dhe të nxënësve. Nuk mungoi një ditë dhe nuk shkoi një ditë i papërgatitur. Sa edhe sot në familjen e tij ruhen të gjitha planet ditare që nga dita e parë e fillimit të punës edhe deri sot. Ato do të jenë një koleksion i mirë i fëmijëve për të parë punën dhe karakterin këmbgulës të babait të tyre. Cili prind në shkollat ku punoi në zonën e Luftinjës apo në Memalijaj nuk ndjeu përkujdesjen e Petritit për fëmijët e tyre në shkollë. Mësuesit e mirë janë edhe miqtë më të mirë të nxënësve të tyre që i ndihmojnë ata për të vendosur rrugën e vërtetë në jetën e tyre.
Të kesh një mësues model është si të kesh një busull orientuese pranë, që të ndihmon sa herë ti je konfuz për drejtimin që do të marrësh apo për hapat që do të hedhësh. Ai dinte të ndërtonte ura të forta komunikimi me çdo nxënës, duke krijuar në klasë një mjedis të ngrohtë dhe pozitiv dhe një atmosferë të hapur dhe gjithëpërfshirëse. Inkurajonte nxënësit për çdo gjë që ishte në të mirën e tyre, por ishte edhe i rrept e autoritar kur vinte re shkelje të disiplinës apo sjellje të papëlqyeshme. Duke mos neglizhuar asnjë orë mësimi, ai u nxiste nxënësve të shirën për të lexuar dhe i ndihmonte të aftësonin botkuptimin, pa mbajtur asnjë qëndrim personal apo pa imponuar mendime të gabuara për të shkuarën apo për të tashmen. Nuk lejonte dhe as krijonte konflikte interesi me asnjë nxënës. Petriti ka fituar respektin dhe vlerësimin e çdo kujt në shkollat ku dha mësim. Madje është vlerësuar disa herë me çmime nga Ministria e Arsimit si mësues i dalluar. Ju përshëndes të gjithëve që ndodheni sot aty të përcjellni nderimet dhe respektet që keni për profesor Petritin. Dua të falenderoj nga zemra të gjithë ata që morën vendimin të ta shpallin profesor Petritin qytetar nderi. Dua të bëj një përshëndetje të veçantë për zonjën Liri, për Eltonin dhe Brunën. Humbja e një njeriu është shumë e dhimbshme, po krenaria që ka lënë profesor Petriti nuk ju lë juve të mbështjellni dëshpërimi. Po një gjë që dua ta theksoj dhe që është shumë e rëndësishme është arti i komunikimit. Sot në këtë botën moderne që ne jetojmë, theksohet shumë edhe është pothuajse 80% e suksesit, si nga ana profesionale, si në shoqëri, ashtu edhe në familje, mënyra e komunikimit. Jepin leksione pafund, është pjesë e çdo profesioni studioj si klasë më vete, arti i komunikimit. Dhe në momentin që ishte momenti trishtueshëm, humbja e profesor Petritit, direkt u bë lidhja në mendjen time me atë çka ai kishte simbolizuar në jetën time. Simbolizimi ishte i komunikimit pa fjalë, buzëqeshja, elokuenca, që të bënte të relaksoheshe në momentin kur ti shikoj që ai person hunte në klasë, kishte të jepte vlerësim, të jepte inkurajim dhe të bënte të mendoje që ishe dikush në fund të ditës. Pastaj ishte komunikimi verbal, akoma më absolut. Sepse kishte të shkrirë atë dialogun me çdo nxënës. Jo vetëm ne mësonim prej tij, por dukeshe sikur dhe ai mësonte prej nesh. E në këto momente më vjen ndërmend ajo shpreha e Sokratit. Dialogu është arti të mësuarit. Po besoj se profesor Petriti do e ketë lexuar Sokratin kur unë do kem qenë ende fëmijë. Edhe dukej që ishte një njeri shumë i lexuar, një njeri që kishte një bagazh të jashtëzakonshëm. Përfituam shumë. Me dashje apo pa dashje, ka shënuar në jetët tona, ka shënuar në të ardhmen. Edhe profesioni i mësuesit është një profesion shumë i nderuar. Ne kemi besuar veten tonë, besojmë fëmijët tanë, të duart e mësuesve. Dhe kur një mësues është kaq i apasionuar pas profesionit, po dhe mënyra se si e transmeton është e jashtëzakonshme.
Me ndryshimin e sistemit komunist dhe shfaqjen e pluralizmit politik, Petriti si një intelektual i shoqërisë civile dhe i papërzier në sistemin e shkuar, u angazhua aktivisht në zgjedhjet e para të lira demokratike dhe më pas u përfshin në pushtetin lokal si antar këshilli dhe si inspektor për arsim, kulturën dhe sportin në bashkinë me Maliaj, ku më pas, për shumë vite, kreu edhe detyrën e nënkryetarit të kësaj bashkie në disa legjislatura të ndryshme. Me Petritin kam punuar në bashkinë e Maliaj, në detyrën e zëvendës sekretarit të kësaj bashkie. Ishte një person me zemër të gjerë, i cili komunikonte në çdo moment me qytetarët që paraqiteshin bashki paravet që kishin, si për ndihmën ekonomike apo punësimin, nëse jepej mundësia. Petriti ishte me zemër të madhe. Ishte njëri korrekt që në asnjë rast nuk merrte përsipër shkeljen e ligit. Pra ishte fanatik i zbatimit të tij. Gjatë këtyre viteve, dha një kontribut të çmuar në themelimin dhe konsolidimin e strukturave të pushtetit lokal në Memaliaj dhe tregoi profesionalizëm të lartë dhe devotshmëri në zbatimin e ligjit, si dhe një përkushtim dhe zemërgjerësi në shërbim të komunitetit. E vlerësonte detyrën dhe i bënte hysmetin asaj. Prandaj dhe për vite të tëra u bë nënkryetari i bashkisë dhe ngriti që nga fillimi i vitit 92 strukturat e drejtimit të bashkisë dhe vazhdoi për vite të tëra, mos themi 15 vjet. Nga karakteri ishte kërkues, ndaj vetvetes, por duke dhënë shembullin edhe ndaj vartësve. Jetonte me hallet e qytetit, e njifte me rrënje dhëmball të çdo familje. Shpesh arrin deri aty sa edhe debatoni mashpër në mbledhjet e këshillit për të ndihmuar familjet në nevojë. E dim që bashkia e Maliajit ka qenë një çik e varfër nga të ardhurat, por Petriti këmbgulte që familjet në nevojë duhet të trajtoheshin më gjerësisht dhe të rritej ndihma ekonomike. Kush u fut në bashki dhe su përballë me karakterin human të Petritit. Kush e njohu Peshon dhe nuk qau me të hallet e tij. Ne udhëhoqëm shumë fushata partijake në qytetin tonë të Memaliaj. Petriti e pranonte detyrën. U bë kryetar partije për shumë vite. Ne pas tij, si në çdo fushat, Petriti e njifte me rrënje dhëmball çdo qytetar të Memaliajit për karakterin e tij. Ishte njeri i qetë, i matur, i thjesht, entuziast dhe i dashur, burim energjie pozitive dhe dashurie për të gjithë që e kanë njohur, simboli urtësisë, ndershmërisë, mirësisë dhe i fisnikërisë, qytetari respektuar dhe mik i veçantë për të gjithë. Ne, në shoqëri, mblidheshim shpesh. Aty dukej Peshua i vërtet, jo Petriti serioz e kërkues në punë, por dhe gastor e shakaxhi në muhabete shoqërore. Peshua këndonte shumë mirë edhe këngën përmetare dhe skrapalliqe. Shpesh shokët na ngrinin të dyve për të kërcyer një valle, vënë siç themi ne përmetarët. Petriti ishte familjari shembullor, bashkëshorti, prindi dhe gjyshi i dashur dhe i përkushtuar. Prej një viti, Petriti nuk merr pjesë më në takimet, aktivitetet dhe gëzimet e miqve, fisit e të familjes, ku ishte i pari që shprehte gëzimin dhe përfshije i tëri, i pari për të marrë valle, për të kënduar e për të nderuar dhe respektuar njerëzit. Ikja e tij hidhëroi pamas familjen, hidhëroi lirin me të cilën ai ndau jetën, djalin Eltonin me bashkëshortin e tij Manjolën, pikëlloi vajzën e tij Brunën dhe Platonin dhe u largua nga nipi e mbesat që i donte aq shumë. Ersa, Ema dhe Priami do ta kujtojnë përherë gjyshin e tyre me mall dhe dashuri,
dhe do të ndjen krenar në çdo hap të jetës me emrin dhe veprën e mirë që ka lënë. Petritin e kam njohur dhe në rolin e kryefamiljarit, i cili rriti dhe edukoi 2 fëmijë, Eltonin dhe Brunit, nxënës shumë të mirë në gjimnazin Salini Saramali. Po harruar dhe bashkëshorten e tij Lirin, e cila ishte korrekte në shërbimin shëndetësor të qytetit të Malit. Në rolin e gjyshit, Petriti jepte mesazhe dashurie dhe respekti të mesme. Por emër, një nxënës e shkëlqyer klasën e 3 së shkollës Betelgeuse, shkollë e cilën unë e drejtoj prej 8 vitesh. Provinte në klasën e shkollë, sinte ndërmend kujtimet e bukura në drejtimin e gjimnazit Salini Saramali dhe në bashkimin e Malie në vitin 2003. Faleminderit që i bashkisë me Malie, që i dha titullin qytetar mberi, mendoj se dhe besoj se me kontributin që ai ka dhënë për arsimin në rrethën e Tepelenës dhe në bashkimin e Malie e ka merituar të tij. U them fëmijëve dhe mbesave të tij se kanë me se të krenohen me jetën dhe punën e babait dhe gjyshve të tij. Ju faleminderit. Gojëmbël dhe Buzagaz do të mbetet në kujtimet e njerëzve që e njohën. Gjithmonë ka qenë promotor i festimeve si në familje ashtu edhe në shoqëri deri në fund të jetës së tij. Ai çdo gjë e merrte seriozisht, qoftë lojë apo fest. Prania e tij ngrohte gjërat, u jepte vitalitet dhe hare, me siguri që do të na mungoj shumë, sidomos në tavolina gëzimi, ku ai ishte qershia mbi tort. Ne nuk mund të bëjmë gjëra të mëdha në këtë jetë, mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Mund të mjaftoj një moment për të bërë hero, por duhet një jetë për të bërë person i denj.